Tani ligji duhet filloj të flas. Nuk ka më qortime, po shpresoj të shoh sa më shpejt ata që ishin për tu si Lisbatus, po dhe qeveritar të tjerë, po dhe përveç polic edhe agent shërbime sekrete, kemi edhe persona tjerë në gjithë zinxhirin shoqëror që mezi kanë pritur të shërbejnë këtyre lordëve të rinj të trafikut, narkotikëve, dhe që kanë deformuar tregun, po dhe mentalitetin shqiptar. Duke rritur, menduan se kanë menduar gabimisht, domethënë. Prandaj unë i dëgjoj me vëmendje dhe ato që akuzon Arben Ahmetaj, kanabizimi, do të kalojmë edhe aty. Kanabizimi, aty ku starton gjithë kjo punë, nuk e rregulloi me qenën e shqiptarëve. Ja ju jeni dëshmitar. Ai ka thonë, por ne kemi thënë edhe më përpara. Do ishte bërë Kolumbia si duhet, Europë, po do ishte bërë Bolivia, e pastaj Ekuadori dhe jo mizere siç janë, edhe Venezuela e tjerë. Dhe përveç që futi një mentalitet shumë gabuar, në kohën e kanabizimit, unë kam dëgjuar raste ku një person që ka një sipërfaqe të mbjellë me ullinje portokall, në vaktin e vjedhjes tyre nuk gjetën punëtor, se gjithë shkonin ku isha shash. Po mbi gjitha shkatroi nocionin e i policit ndershëm. Pra bënën hundën e policisë, po të një pushtetar i ndershëm, të gjithë kryetarët e komunave i dinin ku ishin këta. Po të një politikanit ndershëm, pra të gjithë bën kompromis. Dhe personalisht kërkova dekriminalizimin e kësaj vepre, se ne dështuam atje. Pra qindra mijëra shqiptar u zhytën atë dhe ishte një vullnet dashakeqës në heshtje i qeveritarëve tanë që ne përfunduam në atë pikë, domethënë. Dhe për këtë ata do të marrin mësim. Se e pas kanë lënë me vetdije, ne e kuptuam që diçka nuk shkonte, po kur flet një zëvendëskryeministër, dhe ai besoi nuk është se ka folur Kesyri, para se të klasi vetëm Kesyri, para se të klasi Kesyri, ka folur dhe tek usallarët e tjerë që janë atje, edhe besoi dhe herën e katërt që ka folur, paraprakisht ka folur aty ku duhet. Kështu që ju thashë, palë amerikane reagon me vepra. Kur thoni ustallarët, ka folur për autoritetet zvicerane apo për autoritetet amerikane? Unë besoj se edhe për këta dytët. Sepse përflitet që mund të ketë folur dhe me autoritetet amerikane, konkretisht FBI-n, por gjithsesi kjo është në kuadrin e... Në çdo ambasadë janë njerëzit të përgjegjës për të punë. Siç janë ambasadën amerikane në Shqipëri, janë dhe atje. Në këtë rast, duke mbetur te lufta ndaj karteleve të drogës, a mendoni se me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut do ketë një nivel të ri goditje ndaj karteleve të drogës dhe Edi Rama do të ketë të njëjtin fat si Nicolas Maduro, duke qenë se opozita shpreson që Shtetet Bashkuara të Amerikës të vinë të marrin Edi Ramën ashtu siç morën vetë Maduron në Venezuelë? Opozita do të bëjë punën e vet. Nëse dikush do të implikojë Ramën deri në atë pikë me fakte dhe prova, me siguri do të ketë atë fund. E duhet ta meritojë atë fund. E meriton atë fund. Nëse implikohet deri në atë pikë siç është implikuar Maduro. Se për Maduro kanë dalë disa ushtarak, duke filluar nga një kolonel që u kap në Kolumbi, duke bërë një deal për 500 kg e radhës me kokainë. I kapur dhe i rënë dakord me autoritetet e distriktit të Floridës Jugore për të qenë i penduar atje. Dhe i kishte dhënë të sakta edhe për Bodrumin, që ishte 5000 fut katror e kanë atë, 40 rreth 13 metra i thellë, i ndërtuar edhe viteve 2008-2010, pra që në kohën e Chavezit. I ndarë në 2 kompartimente kryesore, me dy dyert sigurta, që janë shpërthyer, dhe ku brenda mendohet që kanë gjetur 15 ton kokainë.
Pra, ati janë dhënë informatat e duhura, por dhe edhe në kohën e duhur, mënyrën e duhur. Pra, u bë një lidhje direkte. Tani e kanë më të qetë amerikanët se ai nuk po shkon se u kap si rob lufte, ai po shkon atje në kuadrin e një zbatimi të një urdhri ekzekutimi, gjykatës. Kështu që me këto fakte që janë kapur, besoj e pret fati i Noriegës, nuk del më nga burgu. Tani kush ka bërë të gabim, besoj e meriton, dhe aq më tepër që të ketë cënuar tepër zet interesat amerikanë. Në këtë rast, sa rrezikon vetë Edi Rama duke qenë se ka edhe një dosje siç është ajo e Charles McGonigal në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër ka zëra se në datë 20 janar ai mund të udhtojë drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës së bashku me një avokat për të pyetur atje si person në dieni. Tani akoma nuk kemi fakte, fjalë dëgjojmë shumë ne, po fakte me prova që është i përfshirë vetë direkt në narkotrafik nuk kemi. Në çështjen me McGonigal duhet parë mirë çështja. Unë di që të gjitha akuzat që janë ngritur kundër Trumpit po shqyrtohen me kujdes. Është ngarkuar një prokurore për distriktin e Virginias. Pra, siç kemi Pam Bondi kryeprokurore, është një prokurore tjetër për këtë gjë, është ngarkuar direkt edhe drejtuesi FBI, Kash Patel, dhe mund të kemi pra një shqyrtim, ka apo s'ka prova të reja, akoma nuk e dim. Në këtë kuadër mund të pyetet çdo njeri, dhe për këtë nuk jam i sigurt se tani kjo është një dhënë në media. Ne kemi një zakon shumë të keq këtu që asnjë kryeministër nuk instaloi komunikimin zyrtar të përditshëm me publikun. Dhe këta komunikojnë kur i do qefi këtyre, arën që kanë për detyrë atje, se nuk janë të çiftliku i tyre atje, komunikojnë vetë, pa shef të zyrë shtypit, nuk po thot njerit në dalin, se nuk duhem të i shohin për ditë, po jo mos komunikojnë. Edhe kur i pyesin gazetarët tanë këta s'përgjigjen, edhe në fakt momentin që diçka është e vërtet nuk përgjigjen, duhet të ketë dhe pasoja. Si mendoni, nëse është e vërtet që do shkoj atje në datën 20 janar, pra gjithmonë po flasim, a është e vërtet, unë nuk nxitohem ta bëj diçka që mund të ndodhë ta bëj fakt të kryer. Nuk e bëj dot atë gabim asnjëherë, nuk e shes një mundësi në të ardhmen si të vërtet. Nëse është e vërtet, duhet parë pasaj. Përveç kësaj pyetje si mund të rrjedhin ngjarjet, a do vetë implikohet apo jo. Nëse do të shkojë zotëria atje, mirë është, domethënë kjo është këshill që unë jap për çdo person. Kur keni të bëni me procedura penale, o shkoni me avokat ose mos flisni fare, se vetë implikoheni. Nuk e di, domethënë deri ku ka vajtë ajo çështje, domethënë që t'jemi të sinqertë, por ajo të gjitha akuzat, jo vetëm pjesa me McGonigal, janë 90 ca akuzat, të gjitha do rishihen, mbi ç'bazë janë ngritur. Sot kemi lajme tjera, domethënë, ku kanë gjetur se si disa NGO kanë financuar nga brenda Amerikës dhe jashtë Amerikës kanë financuar trazirat në Amerikë si Antifa e tjerë. Pra, kemi të disa zhvillime. Le të presim e të shohim. Duke mbetur te raportet mes Edi Ramës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, a mendoni se Washingtoni i ka ngrirë ose i ka prerë raportet me vet Edi Ramën, duke qenë se mund t'ju rendis këtu disa nga pikat ku ai po themi nuk ka qenë i ftuar ose ka qenë i distancuar nga vet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për shembull, nuk u ftua në ditën e vizitorëve të shquar të stërvitjes Defender Europe 2025, nuk u ftua në ceremoninë e 250 vjetorit të pavarësisë së SBA-s, nuk u ftua në ceremoninë në bordin e anijës FD të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dy zyrtarë nga Departamenti i Shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vizituar Shqipërinë, por asnjëri prej tyre nuk është takuar me kryeministrin Edi Rama
dhe madje zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Mark Fleming shkoi në SPAC dhe takoi vetëm ministrin e drejtësisë dhe ministrin e brendshme dhe jo vetë Edi Ramën. Pra, ç'po përgatit Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast kundrejt Edi Ramës duke distancuar në këtë mënyrë? Tani ju dha gjithë fakte, edhe në gjuhën juridike thuhet fakti flet vetë. Këto janë fakte tani. Ajo që pyetëm më parë është një mundësi që mund të ndodhë. Ky është fakt. Që ka një ftoje, kjo është e dukshme. Por pra nuk ka më një dorë në Amerikë që i jep një dorë atij apo dikujt tjetër që të mbaj pushtetin. Pra ka një opozitë e cila të krijohet një pozitë reale, e cila ta kuptojë që marrëdhënia shqiptaro-amerikane ju nuk përmendet edhe përshëndetjen, nuk është të uruar për fitoren, është uruar populli shqiptar, vetëm populli shqiptar për fitoren e zgjedhjeve, vetëm populli shqiptar. Edhe për 28 nëntorin që është uruar vetëm populli shqiptar dhe është përmendur lufta ndaj karteleve të drogës, po. Pra populli shqiptar duhet ta kuptojë mirë tani që ka ardhur koha ta mbylli këtë histori të stërgjatur tranzicioni me këta kloun politik që ka pasur deri tani, njëri me zisë e tjetri, se kështu po na dalin, edhe të hyj rrugës standardave të ndërtimit të shtetit. Shtetit së drejtës, shtetit ligjor, ku çdo njeri të mos arrit bëhet një agaj i tillë që nuk jep llogari para ligjit, ose të jetë mbi ligjit, pa të na bëhet sfundues.